Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi dhe ju shikues të nderuar, jeni me mua Dorun Tinen e sot ndodhemi në fshatin Seçisht këto në komunën e Hanit të Elezit. A jeni të interesuar me pa fshatin të drejtën? Unë jam shumë kurrështare me njoft këtë fshat përse afërmi është hera e parë me vizitë që jemi në këtë fshat. Po thuaj se përgjithësi Hani i Elezit, të shohim se si janë banorët, sa është i banueshëm dhe se sa janë mikprica. Hajdini me neve. Drejten, krejt në fillim të fshatit, jem të pa lëvizje bukur të madhe, po duket ashtu si qytet me kon, por mbetet me u pa kjo gjatë rrugtimit tonë se sa është i banueshëm, edhe përkundër që po shoh lëvizje gjatë gjithë kohës, jem të e pa paska në furrën e bukës, po më duket, më duket se diçka janë të ndërtu, po diçka tjetër. Skelet i paskan këtë. Qaka kanë të bondi, se ti mirësh pak shtë me ndërtimtari. Kohën e lirë mirësh me ndërtimtari. Do të me pas bukur kujdes madh për shkak se i kemi ca rrugica dhe kujdes. O djemë tri, po një jetë e keni kujdes mëre quna. Apo ju thë mirë ondi? Po e ma jep për shtypjen e një fshati interesant. Ndëgjova që jenë banorët shumë mikprica, më thanë që ndër fshatrat, qka i ka krejt Hani i Elezit, kam pak problem për shkak se po këndërmën, dhe po kam pak problem e full, por që më thanë se kë është ndër fshatrat që është më mikprici, nga mikpricat. Sot ku marrë vizit në fshatin e juve, Dorun Tina. Ajdo për herën në koftë. Për hajrë edhe neve. Qa keni me na tregu për fshatin? Unë nuk e një fshatin heq. Qka mirën banorët, qka punoni, qfar fshati është? Që ta masi vete, une jam i fshati Seçisht. I komunës Hanit të Elezit, une kur kunë s'punoj. Une mirë na me hekra, me kanoqe, i mledhi i shes. Unë me qëta i mau, 5 antor i mau, me bukë. Unë kur gjo si nuk di ti thamë diku që kja shtrinjë duarën për bukë. Unë në të mundësit e mija, unë mënona me mledhë hekra, lemenka, drum me pre qëtana. Për qytetarët e Hanit të Elezit, është se qytetarët e fshatit Seçisht. Ne qili të këtë tona. Se lënë kështë batal? Se në thotë. Nuk kena ujë. Nuk keni ujë të mjaftueshëm. Ujë s'kenan, se me kun që kena ujë. Kje e banë bereqijetin. Kje kërgju, me patata se... Perimin përgjithësi. Kje qka kënë? E ta shone po du më ndalë të pjesa që the nuk ponën, a je drejtu ndo një herën me naj kompani, me kërku pun? Jam drejtuar në shumë kompanit. Qa të kanë tonë, çfarë përgjigje ke marrë?
as po, as jo. Se unë më kënë që se po bjen anën në tona. Se unë me në dhe të social, që ka me bo? Ku me shku për para? Jene i martum? 3 fëmijë kam. 3 fëmijë. Po. E jenë të vogël, apo? Qikën më të mëdhe kam klase 3, që ta shti del klase 4. Unë atë t'ju bli me unë, atë ja paguj kombin qikës, se në piqenëven nga sak, i bin pi kamuasit pi bin qantë, pi gjakuave, pi prizreni, pi kamuasit. E tash, a njihni me krejt banurët këtu në këtë fshat? A keni raportet mira? Kanë thonë që jeni njerëz shumë të mirë. Qare, unë me këtë katonorët, unë njëfë në Ramaz vete. Që këtë këshin, e kam bashkë port këshin, inët këshoren. Do qirë të qashtonë, mënë si të zonë, pitore se qishtës, deli në kretë katonit, deli me krevenek. E përveç ujtë që e the se e keni munges, a ka diçka që i mungon tjetër këti fshati? Këtina, kur gjuni këti fshatit tjetë, veç që thune është ura shumë e gushtë. Është rrezik për kalimtar tani? është jo veç rrezik për kalimtarin, Edhe për automjetet. po normal. Që është këtë Po, isha ma herë. atit koma e urës, këshire kuj ka ranë njeri me makinë dingë, august. Udha du të me konën me zgjatë, Me zgjerume. po qimë për me kalu edhe kam surt edhe automjetët kreta. A moj motrëm, këtu në ka hinë drejqin nejven në Ramazvejti. Pse? Se ne nuk shkojnë mi ndretu urën me zgjenu ma gjonë me bo, po shkojnë te e gushtu. A janë në favor komunës, janë në favorin tem. Po ato në që ka që. Indrum po të përshëndes, faleminderit. Ajde sa kur gjo. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit për kohën. Jo, më nëtë pse jo. Miru pofshim. Edhe jo. E vazhdojmë, tutje kujdeson dhe kini makinë propa. E thash edhe ma herët se në këtë fshat bukur lëvizjet mëdhaja ka sa i përket lëvizjes se automjeteve. Jemi në fillim të fshatit, ndëgjut këtë intervist, jo vetëm këtë fshat, po në secilin fshat ka diçka që i mungon realisht fshatit, e në këtë fshat më thanë që ujësill, si do thëtë, është në munges, por ne gjithsesi po provojmë me gjetë edhe ndonjë banor tjetër të këtij fshati me na tregu pak më gjërësisht sa i përket këtij fshati, për shkak se përshëndetje, për shkak se nuk e njohum. Normalisht dikon 1400 fshatra i ka Kosova dhe nuk mundesh me i mbajt mend edhe s'mundesh me i njoft, është hera. Por gjithsesi sheni me qëtemi kujdes, janë shumë të respektuar gjatë gjithë kohës, as edhe një makinë nuk po kalon pana për shëndet. Duhet me pas shumë kujdes me qëtemi, sheni lëvizje gjatë gjithë kohës, jem të e pa një banur për shëndetje. Si jeni ndërum dorën tina? Mirë, faleminderit. Ramadani, ja? Me vjen mirë. Mirë jeni? Mirë kalon. Familjen? Mirë jena. Shëqër. Qysh po kalonin këtë fshatin e ju? Me që po dolëm të e pjesa nej, po edhe mos t'ju pengojmë makinave, hajde po kalëm të që e pjesa që aty. Qfar jetese po bohet në këtë fshat? Qfar jetese, qysh po jetoni, qka po bëhet? Fshati- Me qa mundesh me dalë t'jutëm qëtë, se po të shkel në isë. Fshati është i jashtëzakonisht i bukur, jetojna në s'ka kena mundësi, ta është dikush jashtë, dikush mrena, po
Apet, për bashkjena, këshirëmi si cili njëni tjetërit më janë ndihmue, kur probleme s'ka pas ke fshat, edhe nuk ka me pas, besoj, deri sot. Tash kaq. Mu më thanë që jenë shumë të respektum në këtë fshat banorët. Sa është e vërtet kjo? Kjo është shumë e vërtet, 100%. Është e vërtet edhe respektojnë pa morë parasysh. Çfarë kombi, çfarë komësie, ka respekt këtu. Isha duke të pyet, a ka diçka që nuk shkon në këtë fshat ose që e keni ashtu problematik? Ja s'kena sen. Diçka që i mungon fshatit? Mungesa, minusa ka sa dush. Si për shembull? Ka nevoj, por po them, rinia e në naltë poshtë, pa punë, pa djelën kafe, s'ka pare një qaj. Ma të lirin e pi. E këto sene vinë prej fukarallekit. Po ndo sene, po këtu a prap janë të kujdes shumë. Dhe njëni tjetërit. Ka mbet rini heq në këtë fshat? Po, kena. Keni rini? Kena rini. Pa rini zoti i sholla s'na le kur. Rinia është ardhmja jonë, ardhmëria jonë. E tash ti, po du me ta bo një pyetje kështë, që shëshen jetën në qytet edhe në fshat. Jetën qytet edhe A mundesh ma bo dallimin? Po. Prej mendjes tone. Prej mendjes teme, unë kur nuk e shtë këtë vend me dalë në qytet. Se në qytet duesh me pas lek. E këtu në kisë, tonat, bashën, tona senet i kam. Që kompirin senet, do senet, të qytet s'ki mundësi ti me i ble. Kjo është. Ata që po jetojnë në qytet, pas me pas mundësit, nuk dalin. A e unë problemi aty ne, tash si cili vendos për vetë vetën. Normalisht, se cili e mod gjepin e vetë. Po, shumë rregull. Ndërum, unë po të falenderoj shumë për kohën. Respekt edhe për ju. Respekt shumë të madh, faleminderit shumë. Kaloshi mirë, ditën mirë. Faleminderit shumë. Ne vazhdojmë ku mbeti Haxhia, Miko Haxhia. Haxhia je farburri. Qysh s'ka ka burr në bashkë të punu? Përshëndetje Haxhi. A je farburri? Pse bashkë si do të si je? A ko naj gjarpën qëtë? Son një tut në gjarpën. Përshëndetje zoj. Mirë faleminderit, jo? Dërum tina, Hajni mirë. selam. Anam. Haje mirë. Mirë faleminderit. Ha? Ha? Nuk i shkrejt, E ha? pse bre më the që i tutësh grus, gruja të punu si mas miri, të mos u merr me ty Për heq. çfarë ti s'punon hiç mu? Po thu veç ulçat e sa mu do, ka? Veç u sa mu duk si ka pa juve. Kështu në punëtore, a? Hajni mirë. Mirë faleminderit. Kjo bëj ka një kafe. Qa për sa të mirë. Po. Shumë njerëz. Po jo. Po. Çfarë fshati është? Sa është i banushëm? Edhe a e keni lënë hiç fshatin? Fshatin, por afërsisht jo. Si fshati kryesor është në Manalt i vjetër. Ose apo shkojmë pi bojmë kafet edhe flasëm. Po de, po. Po dhe si mas mirë. Hadi. Edhe mos të bojmë ashtu muhabetin me të lodhën kohë. Shko fol pak me sesën time dhe kafet ju vinë që të me. Shko emrin që. Gjezide hanë. Gjezide. Gjezide Hanım. Tuja dhe po. Gjezide Hanım. Selam. Mirë faleminderit, si jeni ju? Dorun tina, s'ka problem. Hiç mu m'pëlqen kështu mi pas duhet me llaç të punu. O sa bukuri pas ke mbjell. A thuaj. Po ti mëj, ai mbjellëm bashk. Jo, Kom qef me marrë dhera hudër, kep. Kep. Mirë faleminderit krejt jemi ju. Mirë. Familjen. E Ishte po largoj shka pak. keni dorë me nas për matë? Kom dalë mi bo do foto për Facebook, mi qitë në profil. Në Çfarë e dush, të mes me qitë na. Bash për Facebookin, a. Kemi dalë të vizit. Unë jam e Istogut, jetoj në Prishtinë. E kemi emisionin Katuni jem, vizitoj këtë katunet në Kosovë. A e ke po emisionin? Po e shoh me dënerë, dykone më unë s'kom dalë, valla. Po ti s'ke dalë, po më rëndësim në ke po. Po, po.
Unë e kesh të thonë për vetën krejt kështu katonar s'ki folim. Jo modeste, vite njerëzit foli, qysh fol banor e dhone. Po, edhe, dhe me thonë ju më në të pitje për fshatin. Po, për fshatin. Fshati se qisht, afer 90 shpi janë naltë, katoni vjetër. Dhe me thonë tash ne këtu ne kemi zbrit. Në kanë marru këtë shpijat mira. E me qka mirën banorët? Banorët mirë me fabrikën e cementës. Të punësum të më thonë shumë për i banorëve në atë fabrikë? Po, po amu privatizimi, dhe me thonë private kanë fabrikën, pjesë. Edhe, qashtu ne, katunari. Çfarë jetese po botë këto, apo knosh një kretë në fshat? Unë tash, po knosh nga me gurën më për lamin, era jem pisket. Jo, bërse shumë e mirë kokën. Jo, duket pak e sertë. Ja, hajgore, po bat. O, i grua, ma marrë shok se këta. Ky e din që... Ka pak balë, që pas po bëhet hiq. Pse s'po bëhet? Po e di. Vjetë me punu. Po thua, flenë shumë? Aja i merë 120 erë. Po, socialin. Jo, jemi mirë dhe me thonë, Po e dim unë se jem po banë pensionist, unë jem konvozici drejtorve. Janë shpi, një gjarë në Gjermani, një qikë në Fransë, janë në Itali, një e kam qështu në fshat, t'i kun gatë. Apo ju ndihmojnë fëmija diçka? Si për prind? Ne Kemi rrogët e mira, jemi 7 antarë, unë e shoqa i mori një 500 euro, gjalli një 600. Apo delin do njëherë dikun kështu me shetit veç me gru? Unë jem kërkusi i gjithë gjonave, unë jem universal. I gjithë përfshim Po, kështu? i përfshim, dhe me thonë, Gjithë përfshirës? e një Prishtinën, Kosovën, shkëlqi shumë ma mirë se Prishtina Lit, e një tonë, e një ish Jugoslavin mirë, 35 vetë vozici drejtorve jem konë. Shumë mirë. Po do të haro të rinjë dhe e keni një vendin? 11 vetë kom dalë në penzion, penzion e kam 240 euro, shkollë të mesme, sa atëra kom shkollë e mesme, Po. e tash fakultet. Edhe qështu mirëmi me tokë, asë një person nuk ka, asë lop, asë kur gjohë, asë iqë, tokën kresore kemi kitë, pa e mbyllë dhe kërkush, dhe me thonë, kresore janë shtani, e kemi zonë këtë venin dhe qashtu. Është knaci me punu në bërtonin edhe koha sa e mirë, flat. Edhe qish dojni kada edhe që këne, tu shku, të shkem te kafet në altë, Hajde po. edhe të të bisedojmë. Po, deshta pak me mbjellën e najsen që me ti. mbjellë. Në ren, valla pa e Jo, mbjellë, se valla, jo jo. se i banë durët me lërë. S'ka dert. Jo. Bimi këto kift. Inshallah. Unë e ku mbjelli veç shumuhen. Ja, po, kanë arse, hajde një ardimi e lisa për Hajde, qef. bismillah. Bismillah, qashtu. Ati kje me mërë shatin e përti. Po që shpo më hohen mu, po më do këtë s'po du mi mjellë heq. Unë e kift, a gudzej me shkel qëtë? Unë e kift, i kam shumë arak. Po, krejt familjen e kam, falem dirit. Edhe fmi kam, e kam një djoll. Ne, po. Hajde, një ardijene. Po thot e di se ku i ka mjell Dorontina, a e ku mbjell mira, do të, po. Hajde, inshallah i hani me të shnush. Faleminderit, hajde. Faleminderit. Që do një ja u krye dhe një dyrena. Ju ndihmu, nuk pritoj ju në vallojnë. Jo, Veç- se bon shme. Haxhi, bima dhe që aty na i kip. Mos u habet me ondin, Haxhi. Bima na i kip, mëret e mjeli. Lese, aj të habit. Ka me ta morë, imni dhe ka me denu, inshallah. Që nuk jecina, valla me bismillah ja kum nis. A qëtë? Qati ka da. Ama këto? Që rezdoja shpis për dëmi mi bo kështë me vi krejt, me rend. Valla unë një jetin e kam të mirë, e tash që shka thona i nalt. Edhe sa ka bere qëtë këtë verë të shofum. E me, tash me bo me dollë të mira, am takojnë mu me orë me i marë. Falem, hajgore po bëj, unë e veç po kam qef kështë. Po pe di se ju, për mu nuk ja keni fillu këtë me i mbjell.
Me se unë e për i mirë që është. Po, faleminderit, lumë të goja. E shëni me qëtëmi se e mirë, ndoshta s'po i pëlqen puna jam e heq, po thot më mirë se unë po i mbjellqem. Për me rak për i mirë që. Faleminderit shumë. Faleminderit. Unë i di krejt punë të me i bo. Me mbjell, me prashit. A keni diçka me lavru? Keni to? Jo, nuk o që punoj, së në Prishtinë, po i di. I di, po. Ku e ki traktorin? Heshe që tash. I vogël, anë I vogël, anë. Edhe në vogël, edhe i vogël, edhe ta manë kështë po të se dët. Hajde shkojmë t'i pim kofet se Ani. po mpihet një kofe. Apo vjen? Nusja. Apo vjen? Hajde, se po vojmë që të muhabet po knoqëm bashkë. Po një 5 minuta, sënë nuk ju marrë ko ma shumë. Se kemi me po fshatin, Milni dhe me thonë me qip me këtë gjonat. krejt perimet që ka shkojnë. Shumë mirë. Faleminderit shumë, familje shumë e mrekullueshme që keni. Ti eshe bindur që jemi familje i shkelqishëm. Hajde zoja shpi se ty takon Hajde, rani për hajde. pora. Hajde që të bashkë. Në masë Nipi, a? Mashallah. Mos e qetondi, për shkak të moshës, është i ri. Ka darë se pa. Po thu, në del në i gjorë për na. Jo, që traktorin që ati e kemi, kerën e kemi. Apo vëzit. Jo, Ka tash, vëzit e më jo tash, djali, kum vëzit drejtor, tash nuk ven me mu, thot Hajia nuk di me i gro kerrit. Ka dyshimin I ka ty. po, që Ja, që të mdole për i qefit, Jo, që shme me pas jo. dyshime. Jo me dishime, jo, po plak shumë. Ja, po, tash të edhe... Po jo, e Mosha, vet. mosha. Po. Mosha e bën. Edhe të thëmë drejtën, po është bukur probleme vëzit, sa Po. qysh... Apo shkojmë karrikë ulmi atini, ma Po, mirë. në balkon po Hajde. ulemi. Përshëndetje. Ne kemi krejt. S'ka der, qysh të keni? Qëto dhe qëto se kam problem një qebe edhe ulem. Jo, kemi karrikat, që tash ki jemi i pastru këta gjonat këti. Ti takojnë. Tash, po e shkon që të shporetin, apo? Po dhe, se dalmi, Të e shkon shporetin edhe... jemi mirë, jemi 7 antarë, Shumë mirë. 5 fëmijë, kam 3 qika e 2 djemë, Apo vinë... gjalli ka dalë që 33 vjetë, Gjermani se desen me që shtarë, edhe tash aja gje ka 3 fëmijë, ka grue, Shumë mirë. po, E, vajzat apo vinë për vajzat vizit e kam shpesh? një në Francë, Nicë, Monaco. Një e kam në Francë, një në Itali, një e kam këtu në... Sa një pa e mbesa i kini bo? O plot që tash vesh ja ka nisë me ardhë, Apo vinë ja ta pitë, birës? ko kam dhemë. Apo i dhem koka dhe Jo, gjyshës? jo gjishës, jo, kja që i vëzhajash. Për i zhurë, ma. Po, Që kne klesht pedojnë pak qëtësin që ta shte. Ku po im që tja? Hajde zoja shpi, sot zëna ka me hi se po hi ban një kon. Gjallit vëllavit që janë Gjermani, Po, gjallit vëllat a janë në di fakultete, e po, edhe gjallim tash si të vire si vetë janë nismi. se jo bënëm të loshe. Jo, vallaj, bilaj, shala i një mësafir mirë, Valloj po. po ti... Hajde. Hajde, ja, nuk i ka renet me ullë. E Pa i- pa e denu. Ja, pa i thoshe fica ullë, aj, që ti ko me nejtë. Te pi kafe në njëherë për vetë të shijaj tani, ka kuaj. Pa ka i kafe, se ja, tash. Kur na vinë. Hajde ko, hajde. Na ju falendrojmë për zemërsisht që na pritet në shpinë e juve. Njerëz shumë të mrekullueshëm, edhe kafet nipi pas ka qit. Një nipi i këtij Haxhis, domethënë Haxhi Nurisa. Shkri?
Haxhe Nëri Shkreta. Po, ai nipi ishte shumë i ri me moshë edhe na shërbej, por gjithsesi po ju falenderoj edhe një herë. Na tash po i pim kofet, edhe po e vazhdojmë edhe për pak muhabet kështu në privatësi. Okej. U gëzu se thot shëndet ondi rrit. Kur jem fëju, unë kishë në qefa dita sho, për kja prej brave karone lësam, një shosh tha, o Nuri tha, që ajo të ka me shku për brav të gjene, por i të të lepen, si se po ven, i kishë thonë një njerë, ka dalë Nuria, edhe mu nuk e kum po. Kush Nuria kërkon? Po, edhe mu veç kur ma kanë prunë. E kur ta prunën? Atë Kur ma prunën, babem, se, a ne, amo. Ja, si pëlqeshe, a? A? Janë që vjesë. A ju ke pëlqy kur i ardhën se? Vjerri, më ka qitë shiqera se e heshme dhe me ke. Papa, a unë. Ja, që se kon t'je dhe sot ko ke e heshme? Edhe shamia po të zbukuron, mashallah. Elhamdulillah. Lume t'ju për shpirtin e jov. E, qa kështë thonë, kur erdhë nusja, Nuria, që shtë dok? A gjenurë, më sanë, kada. Si njëri e gërë pak, edhe se fshati, a gjeve qarusha ko e ujqë, ke a i fshati ta. Po në lesani e rejt, a gje ke linë, do i gërë. E ty dhe ndri që shtë dok? Kur e pove mas por herë? Atë njëra unë ku i erdha? Njëra unë. Në në Për vetë. barak, për Nuk dish. të më përgjigjet kja. Të i livdu Nuk dish me me atëre mu pa o mëri zot. Po, Veç kur i na pa. e tash, ama mirë atëhere që nuk kini njëftu, apo sot që njëftuhen Wallahi, vetë. qire, për para o konë, dikush që të gjenke, a ne këne ike, që tash fmit, po i jesin, jetrima, am ka nona, am ka baba, që une, vetë e marrë gruën, shkojnë në Turqie, bëjmë darsëm, lindë fmija, dojmë, tash shumë keq është po. Shumë keq, s'ka asë besim, asë Allah i na Pse rujtë. mendon që ka ardhë kjo ku kështu? Që njerëzimi ne e kemi bo. Shanë fajtor kërë kush. Jetim ka nona se herë, tash edhe ka baba, se po dohen. Asani. Qa me bo? Apo të përshëndeti mos të munoj, a ki marrë të boshja? Unë shkoj të baqë, ajo shkoj një rrugës. Ishte shumë Hajt, knati, faleminderit shumë për juve. Ja me njës në ashtë, hajt faleminderit. Me pas ditish na vesh pak ma. Shumë bukur po dukesh, mos tani njësh, faleminderit shumë. Fala në onës ketë. Shumë faleminderit familje, shumë e mrekullueshme, Zot ju rujt. Shka me bon të ashtë? Faleminderit shumë. Nuk vina shumë, po. Keni ditë ma mirë zbën. Jo, se po tute që po këthejet gazetarja. Hajtë se bënë edhe pa i thonë të, i thëmën 2 herë ja japi dorën, edhe për ty. Mirë pofshëm. Mirë. Valla shumë familje mirë, ju lumt. Gazetarën sot e keni prit mënyrën më të mirë. Unë veç edhe një gjomë, unë të tentoj, atë të ma bëjni dhe nëherë një telo haxhi. Një tel? Po, Kismet. Apo do me thirë këaone? Falë dojni. Ose të trosëm vajber edhe dolim dëtë në kamerë. Oh, A bën ashtu? si dojni, ja. Unë u knoqa me të vërtet shumë, në këtë familje të mrekullueshme, edhe po më duket si me konë të dojtë e mija, dikon të nej familjarë jemi. Vallaj, biloj, që shto jemi ne, hanë e danë. Hanë e danë. Tash, gjonë nuk më, se dhe me thonë, reja, tash e bi, tash, ta marrë një lopë se të komuna apin. Atë më thamë se unë e marrë, se unë këtë që ta shokë. O aji baba, tha jo, ta unë për lopë dhe ku më hi. E tha ti po mbe lopë tonë. E morë mi tonë më lëkështu në... Po, pri dikujt, e blinë. E blim. Shumë, qa po mbelqen fshati, e keni këtë pjesën kritë malore. Janë lagje re po dhe. Shumë mirë. Se ka edhe pi Goronce, pi Rezhonce kanë ra në tonë anë. Po, ojri, poster, më kënosh. Ajri, shkëllqishëm. S'ki nevoj me të shkua gjene, ne qa a gjene në qfarë bjeshke kimi. Ua? Po, edhe keri del ditën. Apo shkoni na i herë kështë vere, sa Dhe jo? nërë une me fëmit, i marrë edhe po. A keni na i stan aty a diqka? Kimi një otë,
Marume, po Me rëndësi, Po. po më ishet Bojmë me një bo pushim, konak po, dikon. po. Jo, po Shumë shumë njerëz e kanë. Edhe mirë me që me këtë gjë. E këta çka i keni haxhi? Baba të vlazat. Migjes, a? Po jo, po dhe të migjes. Shumë mirë. Ka të vlajt. Atë kojshi, imi që Po. kja ma holan. Këshi e shumë shkelqishëm. Ka edhe qa gjema nalt. Ka edhe rruga, asfalt edhe pjanet. Po i shoh dhe do shtëpi janej, a Po. jenë të banushme ju? Po, të banush jam o jashtë janë. Po dhe dita Që mërgjimtor. kja e jashtë Po. do jo. Këtë jashtë Shumë janë. mirë. Edhe bunorin e paske, Di. më thanë që këtu ujësillësi nuk është? Në e ushqilë si dhe me thonë, ka Mungon. probleme, ama nuk e përdore se unë i kam bunor këtu, bunor matje, se kam qekne u dhe dhane, Shumë. edhe nuk ka boll, nuk e përdori. Po. Uj, ama ka ki vejni uj, to kam pjellore, e mjell grun, ose dhe merë grunin me mjell apet kolëmoqa dhe pasul dhe e ban. Di bereqet i ban, për atë punëtorin. Sa mirë. To ka asisoj. Po, po. Amo i kemi zonë tokat. A e din kodrë zmot kur gjonë. Haxhia të përshëndesëm se të lodhëm na bën halal. Pasha Zotin me gjithë zemër, sikur mijës tem. Shumë gjatë kom ju mbojt mend. Familje shumë e mirë. Nuk e di, ki jemi zatet do kun shkreta edhe ti më sa ne më lajmëron. Po, po. Shqiptari për këta njihet. Për A traditat, përshëndet mi? A i një të shku për Gjithsesi. pjetë. na po vazhdojmë edhe përshëndes. pak shotin. Kalur anes. Haxhi, Po është mirë. ishte shumë Ha, kënaqësi. të vëmor. Faleminderit shumë. Alofshi mirë. Zoti ju rujt. Miru Amin, pofshim. me gjithë ju. Amin, faleminderit. Okej. Po, të na tregu ku mundemi edhe ku s'mundemi. Faleminderit shumë. Hajde Haxhi me më. Ate babuja, i pini zilës. Po. E kam zilën teme une. Oj, zoti shpis. Edhe që ne kam rrugën, ma herët e kemi pas, Po, ka shimi to, pin vetën. po mos o lodh. A ki orë mësafir të une, Po. a unë Po ku m'vjen mërë dhe ti, keq. kur të vi unë a gjeni, Po po mbje keq me të lodh. që të i që edhe piktumit e ke e kam ujtin. Ata të qenë do pi Gjermanie i ka prunga gjallem ata pumpat, ku i kam me vadit sa dush, se për u janë problem. Shumë mirë. A çaj? Tje. Çapon çataj të bandiri. O Femi, jo, ja, ka dal, mos hik. Jo, ka dal. Fehmi, mos o tut. Pi. Kushi. A foleta? A po? Po, okej. Po, hajt. Pa me hinë qëta shta? Hajt. Femi. Po, po. Mirë si ju Gjemi ndërum, si je? Ndërum tina. Gjemi, faleminderit. Ju? Mirë, Mirë, mirë. Ju? mirë se keni ardhur. Mirë si ju Gjemi, banor të mrekullushëm. Banor të Po thua? Po ku me gjetë rinin? Rinia ka shku. Si ka lutë. Mirë. Pritën mirë, ajo. Nga ka prit Haxhia për mrekulli. Se besej, Valloj, Se beson. se besej pa besushme është. A të kesh njerë ma shenë kofen që më kam jetë në dhëmë? Hajde i mirë. Që pullemi qëtë? Tani unë e pa e Se- si që i marrë të sa? Po marrë grua si ka mjell aty. Emi, pse ka shku, A se ki grun këtu, a? Ja, Ku pullem? Ah. Hiç kafe mos na qetë. Veç, i kemi... A pe të me martua? A po, more, Jo, me qëfar me të një gruja ti jo në valloj, koku. jo s'ka tentu. E tash miqtë e mi, jemi në një tjetër familje shqiptare, në familjen Shkreta. E falenderoj për zëmërsisht
Zotrin Fehmi, i cili pa përtes na i hapi dyert e shtëpisë edhe na priti me pije. Gjysën i kena kry, po i kemi hek tashti, i kemi rendin e pak freskimit. Po du me undal pak tek pjesa me ju pyet se çfarë jetese po bëhet sot në fshatra. Për fshatra jetesa është më e mirë, po edhe migrim ka shumë ndaj fshatit. Shkaku i migrimit është këtë papunësia. Po shkojnë në Ferizaj, punësim atje po gjejnë. Ferizaj shkojnë. Ferizaj shkojnë. E keni ju ma ofër. Po, ma afër e kemi që ati është se atje po gjejnë vendin Sicili. Punësimit janë. E për shembull, sa është i banueshëm ky fshat, edhe pse lëvizi kishte shumë të madhe këtë kohën, sa na ro me shetit kështu fshatin. I banueshëm është. Është punësimi, që këto pyetjet e punësimi. Të punësimi, janë të punësuar në dorën cimentore, në fabrikën të Albaidi, aty janë të punësuar një 200-300 punëtorë. Këti fshati. Këti fshati, rrethit e Antelizit. Pëlqen se të paktën e keni fabrikën. Cimentore që kemi, po aty janë 200-300 punëtorë, po e ka edhe për fshatit. Po, për rreth, për fshatrave tjera. Ju jeni lind këtu dhe rrit. Jemi lind edhe në fshat në Katon Alt. Këtu e kemi pas këtë fushë, këtë orër kanë qenë. Që mendu jetën ndonjëherë në qytet? Jo. Jetesa Për cilën arsye, për shembull, s'kishe mujt me dalë në qytet? në qytet për shumë arsye. Kurse në fshat i ki të gjitha të mirat i ki. Veç a mundesh me punu edhe me jetu. A ja vlen sot për shembull me punu, e kam fjalën për ka pjesa e tokave, ka fitim, ja vlen për shembull? Për ka pjesa e toka, kemi do toka, kanë me ndjerrin, se do kush tokën. Se do punë kush tokën. Me buqi mu morë, jo jena morë me blektorie, me buqi, po tash s'mirëmi, që ta toka ki kena pas, i kena dërtu këtë objekte. Pse më thanë që këtu toka është shumë pjellore? Pjellore, shumë se që kena ka 2 bereqete kena pas marë. Ashtu më tregoj edhe Haxhia. 2 bereqeti Elbin edhe grunë e mërshmi, mas aty në mërshmi misër, kallamoqe mërshmi, pasull, bache, bëshmi këtë, kavatishmi. Po e kena pas edhe blektori, mas shumë t'jena morë me dhi se është vend malor, edhe me gurë që e dhi të kanë merak në për gurë me vejtës. Edhe tash sa po e zhvillojmë intervistën e kemi një ambient shumë të bukur, Andi Fokos t'lutem me tregu çka kam para syve kështu përballë. Ojri shumë i pastër. Ka probleme pak sa do kodo për i cimentorës, kur banë punën, në shuj do peticione, se o privatizu, po pluhën, s'do lerojnë me pas, se ndojt ja erit është. Me që thote, mirë. Tash për tash është i raport që unë e kom marrë në këtë fshat edhe jem të e po kështu se jashtë. Po më intereson mbas luftës, a është ndërtu heq, apo qysh ka qenë para luftës ky fshat, ka pas shtëpi ma shumë, ka pas sigurisht njerëz po e di që ka pas ma shumë. Ka pas njerëz, po migrimit ka shku më shumë ka perisaje për punin. Po shpijat janë objektit i kanë veç këtë me punu edhe me jetu. Shtu në shtetet evropiane, a ka që kanë dalë heq? Shumë pak ka shi fshatrave tjera, fshati se qisht, ma pak ka në migrim, shtetet evropiane. Se ma shumë të janë morë me punë cimentore, shtafër këtu e janë punësu, e ka gjithë vejnë. Rinia keni? Rini kemi, por rinia ketë të mëndu me trupin e ka këtu, në mendimet i ka për jashtë. E po një tjetërin dhe faktikisht, ja vlenë si ja vlenë. Këtë fshat e keni shkollën? Shkollën e kemi. Qerdhën nuk keni? Qerdhën e kemi në Antelizit. Në Antelizit të qerdhën. Në shkollë për afërsisht, a e dinë sa nëzonë sa jenë për afërsisht? Për afërsisht e në konën dikon. Është i banueshëm fshati, po besoj që edhe numri i nxënësave është i madh. I madh është i nxënësi, po që tash është deri në klasën e
Jo, 5 tën e kanë këtu. Drejt 5 tën. Po, 5 tën, Tani? tani dalin Hantelezit. Shkollën e Staqi. Ashtë largë shkolla prej këtu? Ja, i ka gjysore. Gjysore i ka. Do më thonë me transport do të me pa tjetër. Është transporti ekziston. Son fshati Krivenik, se qisht, po këtë fshatra transporti është nivel. E sa herë është po më interesojnë linjat e transportit gjatë ditës? Sa herë vjen? Vjen edhe ka njerë edhe me 5 nxarës, me 6 nxarës, pa mor parasysh asnjë nxarës se shenë në kom të ecë. Kombi është. Kombi, përveç kombit, autobus nuk keni, ja? Jo, autobus nuk kemi, është një fshati Goronca. A mundin edhe ju si banur për shembull me udhëtu me atë kombi, a vetëm për nxënësa? Vetëm për nxënësa. Si ja vlen me udhëtu, si ja vlen këto gjysë sahati e ki Hantelezit, hiç mos me ecë ki afër. E diçka që i mungon fshatit ako? Fshatit mas shumë ti i mungon. Ujti është e problem gjithkon. Po më tregun që ujë silë si nuk është? Ujë silë si herë vjen, kemi me pusa. Me pusa pa ata të pusa vjen i papishun. Sa i vetëm rri ujti i qete. Nuk është ujë lëvizsh. Ujë ka nevojë. Sa herë ose sa shpesh keni vizita prej komunës me orë kështë me ju vizitu si fshat edhe me pa jetesën e juve, me pa qka nuk po shkon ose me ju ndihmu diçka të pakun? Vinë shpesh, i dëgjojnë qytetarë se qka ka nevojë, qka në kesat e këtë nivel është. A i morin parasysh apo veç vinë me i ndëgju? Jo, i morin parasysh, i morin e knasht jemi. Se sa ka mundësie, nuk më varet pëse është komuna, a i pi gjepit s'ka. Po sa shënë qeveria ka dhe mirë mbajtje A i që një të arsyshme për shembull me e lonë vendin, me e lonë Kosovën? kur. Mendon që këtu ka hapësirë punuse mjaftueshëm? Po e ka që tash si cili po e gjenë me vendin. Albaidi ka 300 punëtor, i përfshin gati i kretë rrethit. Të paktën nga një antar prej secilës familje. E merë, që ata që e do punën e ki edhe këtu, rrogat i kanë të mira. Po, në fshatra tjera nuk e kanë fabrikën sikur se jo. Ata dika duhet me jamajt. Ata që s'kanë fabrikë, s'kanë ku me hi, atë pa tjetër me amathi është. Apo mendon që ka fillu me u bo pak me u kthy në trend kjo ikja masive, a me të vërtet e ka nevojën? Jo, kja ma shumë të edhe bajgi është edhe trend, të e po njëni tjetrin. Se si cili për me avnu menën për në Kaçanike për pjetë, është toka pjellore. Shumë familje kanë qelë ferma, mini ferma kanë qelë, sejra kanë qelë, edhe këto kanë pas sejra, që e punësim, edhe ajo punësim. Po duhet me punu, pa punu. Po do të shkon, duhet punu. Duhet me punu. Po ma mirë është me punu në vend tanë se sa me shku në vend huj. Ndrum, unë jam të ndëgju e zonin, edhe më do të me pa tjetër me u përshëndet me juve, me ju falendru për zëmërsisht, mbyllën me qtemi e bejmë pas sezonit. Falenderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Miqtemi, e kemi parasysh se nuk e kemi hulumtuar gjithë fshatin për shkak se nuk na lejun këto familje kaq të mira, kaq të mrekullueshme me vazhdu ende drejt fshatit, por gjithsesi ju pamje do i keni të shfaqura me dron. Kaq nga fshati se qisht komuna e Hantelezit, këto familje kaq të mira, informacionet cilat na dhanë për fshatin, ne po e përmbyllëm sa i përket ditës së sotme, nesër na pret një tjetër fshat i bukur, njëjtë sikur se ky në Hantelezit. Vazhdoni të qëndroni me neve deri në takimin tonë të ardhshëm. Mirëmbëjtje!